Janë quajtur dietarët si të gjallë, edhe pse kanë vdekur, ndërkohë janë quajtur ignorantët të vdekur edhe pse janë gjallë. Kjo është shumë fjali e bukur. Dietarët edhe pse kanë vdekur janë të gjallë midis nesh, ndërkohë ignoranti edhe pse është gjallë, i paditur edhe pse është gjallë, është si i vdekur midis njerëzve. Sepse Islami kërkon aksion, Islami kërkon aktivitet, Islami kërkon që ti si besimtar të bësh diçka për këtë fe të Allahu xhaleshanu që ta ka mundsuar. Nuk tha kot profeti sallallahu alaihi wasallam që kur vdes njeriu i ndërpriten atij punët përveç në 3 raste, dhe një nga këto raste çfarë tha? Dietari që lën mbrapa një dije me anë të së cilës përfitojnë njerëzit. Pra ai edhe pse ka vdekur është gjallë me veprën e tij. Vepra e tij është e gjallë e prekshme nga ne tjerët që lexojmë prej diturisë së tij. Dhe pikërisht kjo do t'i bëj dobi të madhe besimtarit musliman. Këtu çfarë mund të përfitojmë ne? Se ndoshta ne s'mund bëhemi dietar. Po ama gjithsecili prej nesh e ka një dituri minimale që mund t'ia trashëgoj fëmijëve të vet. Kanë thënë dietarët, për shembull, elhamdulillah, fëmijët që janë në familje muslimane, shanset më të mëdha i kanë që të rriten musliman dhe ata, se do të shikojnë fëmija është pas tyre prindit. Dhe kanë thënë, mësoja ti si prind, si baba, si nën, fëmijës tënde Fatihan. Sa i do të mësoj Fatihan në shkollë, në kurs xhamie, por mësoja ti, sepse ai sa herë të falet gjithë jetën e vet, çdo namaz, çdo rekat ka surën Fatiha. Dhe ti ja ke mësuar Fatihan fëmijës tënd që edhe mbas vdekjes ton, fëmia do ta lexojë Fatihan në namazin e tij dhe të vjen sevapi ty. Ja ku e paske mundësinë ta trashëgosh edhe ti një farë diturie. Pra, nuk duhet që të pesimizohesh tashmë se po flasim për dietarë dhe s'ke mundësi të bësh ti diçka. Jo, edhe ne kemi mundësi të bëjmë diçka. Maj diturisë sa mund na ketë dhënë Allahu subhanahu wa taala.